Ky është një bashkim që është bën mbrapsht. Dhe ja perfekt. Bashkimi besoj që ka qenë i suksesshëm, si shpeshifme se gazetat janë ngrinë ja mbretresha, këtu ka qenë vendost, po ja ku është mbretresha. Me që këtu kemi pjell të re, i vendosim në mes. Përshëndetje të nderuar shikues të kanalit tonë Mbledharia Shqip, qoftë në Facebook ose në YouTube. Po paraqitemi me një video të re ku kam bën bashkim të dy nukleusave por mbrapsht. Çfarë kupton kjo mbrapsht tash do t'ju tregoj. Do këtë për herë të parë kam bën sepse rrethonat ishin të tilla. Atje ku e shihni në vend të ja ku është vetëm një kapak, ka qenë ky nukleusi këtu që është në katin e dytë. Ja. Por ky nukleusi ka pas një dyshemet që nuk shkëputet. Dhe ka pas një mbretresh të vitit 2025 të cilën kam vendosur vetëm sa për ta ruajtur, që mos ta mbys si rezervë. Kurse ky kati këtu po ashtu ka dysheme që nuk shkëputet dhe kishte mungesë të mbretreshës. Por ky ishte më i fuqishëm, dikun 4-5 rrugëmiz, kurse në katin e dytë ka qenë me mbretresh me 2-3 rrugë miz. Si që thash, ka qenë vetëm sa për ta ruajtur mbretreshën e vitit 2025, që mos ta vras. Dhe në momentin që hasës se kjo koloni poshtë ka mungesë të mbretreshës, vendosa t'i bashkoj. Por ti bashku 1-1 nuk kishte mundësi sepse dyshemeja e këtij katit sipër nuk shkëputeshte që ta vendosim si kat të dytë. Dhe çka kam bënë unë? I kam bashku, domethënë 1-1. Duke vendosur nga ana e kundërt komplet. Dhe shohim se kena pas sukses ose jo. Kurse sa i përket mbretreshës, e kemi vendosur poshtë në kafas, sepse po mos ta kishim vendos në kafas gjasat për ta vrarë mbretreshën, ishin të mëdha sepse kjo ka pas më shumë blet dhe ka pas mungesë të mbretreshës ndoshta mbi 10 ditë. Dhe ka mund ta vrasin mbretreshën lart. Kështu që kemi bën këto manovrime që ju tregova. Kjo ka ndodhur gjithçka spontanisht, një zgjidhje momenti dhe e shpejt si rezultati i mungesës së nukleusave me dysheme që hiqet. Ja të jemi ma qartë, kjo është dyshemeja që nuk shkëputet, po ashtu njëjti edhe ai, ashtu është modeli. Dhe ku ja. Po tash do ta shohim se çka ka ndodhur, a është bë bashkimi, çka ka ndodhur me mbretreshën, domethënë pas 7 dite. Thjesht kemi bën një eksperiment që nuk na ka ndodhur më herët, sepse e dim se si është bashkimi i dy kolonive në mënyrë të rregullt. Kjo ishte gjithçka spontanisht dhe e testuar e provuar. Tash do të bëjmë kamerën statik dhe ta shohim çfarë manovrime të tjeshme duhet të bëjmë. Diqeni deri në fund. Tash duhet shumë me kujdes ta tërheqim katin e dytë, për arsye se ju thash se kornizat janë mbrapsht. Edhe ju tregova arsyen shumë mirë sepse ka ndodhur gjithë kjo manovrim i rastësishëm. Kuptohet se duhet të ngjit kornizat. Ky është një bashkim që është bën mbrapsht. Dhe ja perfekt. Kjo nuk na duhet. Dhe siç po e shihni se gjithçka ka shkuar me sukses. Dal nga dal i largojmë kornizat. Kornizë me ushqim. Edhe kjo kornizë me pjell. Edhe kjo kornizë me pjell. Perfekt. Këto dia kuptohet se janë njëra me pjell dhe tjetra me ushqim. Perfekt. Bashkimi besoj që ka qenë i suksesshëm, si shpeshifme se gazetat janë ngrinë
Perfekt. Parashtrohet pyetja se çka duhet bëjmë tash. Tash kemi 10 korniza. Ajo çfarë duhet bëjmë është që ne ta vendosim në një koloni të madhe. Po të kishte qenë dyshemeja që shkëputet, thjesht kena mund t'i lam ashtu siç janë nukleus në dykate, po ashtu edhe dymroja në dykate s'prish punë hiç. Por me që nukleuset tjerë i kemi të zënë, ne do ta kalojmë në një koloni, një kaçe në 10 korniza. Pa problem fare. Ja do të tregoj edhe mbretreshën, ku është vendos këtu në kafas. Të shoh me është pranum. Kjo është shumë e rëndësishme. E ja mbretresha, këtu ka qenë vendost. Të shoh me është pranum ajo. Në bazë televizjes së bletëve shoh se është pranuar me sukses për arsye se janë shumë të tjera dhe nuk zhurmojnë. I kontrollojmë të kati dytë. Ja mbretresha. Nuk e di sa duket në kamerë, po ja ku është mbretresha. Kjo është thjesht një zgjidhje momentale në ditën që e vërejta këtë problematikë. Edhe çka duhet bëjmë tash? Thjesht e largojmë dyshemejen, e vendosim një kat dhe i vendosim kornizat një nga një. Me që këtu kemi pjellë të re, i vendosim në mes me shumë kujdes, sepse kemi edhe mbretreshën. Ja ka mbretresha. E lëshojmë. Perfekt. Këta kemi ushqim. Shkon në skaj. Edhe këta kemi me mjalt, vetëm mjalt është. Ka shumë rol. Shkon në skaj. Dhe tani nxjerrim nga nukleusi që ishte. Kjo është kornizë me ushqim dhe polen. Më njëherë mbas mjaltit shkon. Kornizë me pjellë të vjetër dhe qeliza bosh. Edhe kjo shkon në mes. Afër pjellës, që të ketë hapësirë edhe pse ka hapësirë mjaftueshëm. Mjalt. Me që është i volosur e largojmë komplet në skaj. Si lloj rezerva afatgjate. Dhe korniza e radhës është me pjellet e vjetër, polen dhe kur mjalti e cila vendoset këtu afër kësaj kornizës, e cila ishte me pjell. Perfekt. Dhe në fund vendosim kapakun. Vendosim kapakun dhe sa i përket intervenimit të kësaj kolonie, ishte i suksesshëm. Na leni një koment nëse zgjidhja ka qenë, domethënë, e mirë në këtë rast. Edhe pse thash më herët ishte gjithçka spontane, zgjidhje e shpejt dhe një lloj eksperimenti i cili pas shumë sukses. Mbretresha e pranuar, bleta ishte bashku me sukses dhe kështu me radhë. Por në fund, nëse ju ka pëlqyer video, na shtypni një like ose mund ta edhe ta shpërndani s'prish punë. Kolonia nuk është keq edhe të ndihmohet edhe me sirup, për arsye të stimulimit më të madh të pjellshmërisë. Unë ju përshëndes dhe shihemi në një video tjetër. Mirëmbrëmje.